Edhe janjës të mirë, paninet, sot I kemi hapur kështu, do t'i vëmë djathi, si që shikoni, do t'i vëmë salqiqe, do t'i vëmë speckat, edhe domate. Mund I vesh domate të thata, mund I vesh dhe domate të freskëta, nuk ka asnjë gjë. Edhe pak djathlar. Edhe Jasin a erdhi. E mbyllim. Edhe ju bëth mirë dreka. Ciao! Kurse kjo ishte dreka jon, dreka e burrit dhe e fëmijëve dje. Tu kam përgatitur speckat, që I kam futur në furr. Tu kam skuqur salqiqen. Si që shikoni. Dhe ja këtu po I kthej avash avash. Kam bërë 2 pako, se një nuk na del neve. Dhe këtu goca kam përgatitur djathin, kam hedhur pak qumësht. Dy lugë miell misri, si që shikoni. I kam shtuar pak krip. Më vajti dhe vonë për punë. Tu I kam shtuar mozzarellën. Tu I kam shtuar 2 lloj mozzarelle, të them të vërtetën, kësaj radhe. Edhe kam lënë që të shkrijë avash avash. E do të rrëzoj shpesh, derisa mozzarella të fillojë të shkrijë. Edhe salqiqet I kemi gati. Si që shikoni. Vazhdojmë akoma të skuqim tjera, vajtje 30, do t'iki. Ja dhe djathi po merr atë formën e vet. Po flas avash se këtu te puna ka njerëz. Edhe Jasi erdhi mozzarella. Si që shikoni. Ka ardhur super. Tu I kam shtuar pistakjo. Edhe kush ka dëshirë të më ndjekë kjo njerëz të dashur, faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Ju kam shumë xhan edhe ju uroj gjithë të mirat. Edhe këto janë speckat që unë kam bërë në furr me uthull, sheqer kalembi, ti themi. Edhe dalin super. Ciao ciao. Sto arrivando!